ardhur dhe mirë se erdhët. Faleminderit që po qëndroni me ne. Ka nisur e hëna, ka nisur java edhe për vizionin e pasit të qëndrojmë bashkë nga ora 6:10 deri në orën 7. Sot kemi menduar ta ndajmë këtë emision në dy pjesë të ndryshme nga njëra tjetra. Në pjesën e 2 do të flasim për shëndet, do t'japim dhe këshilla për të gjithë ju që janë të interesuar dhe pa diskutim tilla informacione gjithmonë kanë interesin tonë sepse bëhet fjalë për shëndetin e për mirëqenien. Ndërsa në pjesën e parë do të ndajmë një eksperiencë shumë të bukur e cila për herë të parë vjen rrëfyer në një emision televiziv dhe për herë të parë ne shohim Troj në ekran dhe bëhet fjalë pikërisht për djalin e Adrola Dushit, Miss Universe Albania, një ndër modelet më të njohura e më të suksesshme, edhe pse është bërë mama, nuk kanë munguar rikthimi në punë shumë shpejt dhe ofertat madje. Sot madje vjen menjëherë mbas një udhëtimi, sa ka parë Trojën e saj dhe e ka marrë në dorë dhe vjen këtu në studio sakrifica që mama duhen t'i bëjnë her pas here kur bëhet fjalë për punë të tilla, por natyrisht dhe kënaqësi sepse kur Troj ta shoh këtë emision disa vite më vonë, do të kënaqet dhe do të kuptojë se mami jo vetëm ka qenë e famshme, por e ka bërë edhe të famshëm djalin që të vogël. Mirë se erdhe Troj, mirë se erdhe Adrola. Mirë se i gjetëm, faleminderit për ftesën. Kënaqësi të kemi këtu. Besë dhe për mua. Troj është rritur, që ka bërë një djalë jo vetëm shumë i bukur, por edhe ka kaluar goxha kohë që nga koha era e fundit që na kemi qenë bashkë. Kemi qenë shumë të vegjël atëherë. Po. Tani edhe pak bëjmë 2 vjeç. Dhe si ndjesh tani që Trojën e ke më shumë si shok, sa më shumë rriten aq më shumë shok bëhen. Shumë si shok edhe shumë grindemi bashkë, që ka vazhdu faza grindjeve. Bo, shpejti pas keni nisur. Troj edhe pak kohë bën 2 vjeç? Në nëntar bën 2 vjeç. Dhe po shej veten e tij në ekran. Ka që qetësh përgjithsisht apo është në ambient të huaj këtu? Shpresoj të vazhdoj të jeti qetë deri në fund të emisionit. E kuptova. Jam kështu akoma, zot që do ndodhi. Domethënë është thjesht duke parë ambientin, duke vëzhguar ku të shkojë nëse do zbres në tokë. Mirë, ne do shohim një insert të parë që vjen në këtë hyrje të emisionit, do të kemi edhe shumë të tjera, edhe video amatore, të tilla që prindrit sot i bëjnë gjatë gjithë kohës, por do t'i kemi në vazhdim të bisedës. Në fillim kemi menduar të shohim njohjen tënde me bashkëshortin, sepse ka qenë lidhja juaj që solli në jetë dhe Trojën. E ndajmë bashkë.
Adrola. Nuk është aq komode ti është studio me fëmija, por më tepër në këtë moshë që është shumë i vogël. Mirë, është mirë. Okej. Nëse do jemi mirë. Po s'ka gjë edhe po qau, do ta qetësojmë, do japim pak reklama edhe, ose vjen e merr babi. Rëndësikatisht ti e qetë mos të tenciono kaq shumë se më shumë të tencionosh ti sa Troj. Besoj ke kaluar këto fazat e alarmimit apo jo, se Veronika. Po, është raporti për Trojin që ti jetë në emision edhe nuk e di. Jo, më ti mendoj që jemi emocione Troj, nuk e di si pastaj ka shumë emocione. Ja, me bie që Troji nuk e di fare se ç'po ndodh tani këtu, po ndoshta efekti dritave, njerëz spanjore, gjitha këto më radh. Kështu që mami Adrola ri e qetë dhe na trego pak sa kohë ka kaluar nga njohja dhe lidhja me babin e Trojit. Babin e Trojit ka kaluar 3 vjet. Me një shtator bëm 3 vjet që njihemi. Do ta cilësojmë që njihemi. Tani jemi bërë burë e grua. Po rrisim të Trojin tonë të vogël. Edhe ja, video tipat besoj ajo, njohja jonë me shumë gjëra të ndryshme. Se janë gjitha të sigurisht. Si janë të gjitha të sigurisht, dhe ndërkohë ta mendosh 3 vite janë pak. 3 vite janë, ndoshta për ju janë shumë, po unë po mendoj 3 vite njohje, lidhje, bashkëtesë, prindërim, bashkëshortë, siç ju quajmë. Janë shumë pak, edhe sinqerisht është shumë e vështirë. Pse e vështirë? Çfarë është e vështirë? Është e vështirë gjithçka sepse marrim parasysh moshën, koha që ne u njoftëm ishte shumë e shkurtër, erdhi Troji shumë shpejt. Dhe gjitha janë shumë vështira, por shpresojmë t'i kalojmë sa më shpejt. Vazhdojnë akoma këto vështirësit, apo mund të quhet akoma fillim? Mendoj që po. Mendoj që po, sepse ne akoma s'po kuptojmë vetë, jemi bërë akoma mami dhe babi. S'po njohim akoma vetën tonë, pastaj që vazhdojmë të njëri tjetrin, është pak e vështirë. Por që mirë, kemi Trojin që na mbush, edhe na jep forcë, besoj. Është në dashurit më të mëdha, apo jo? Absolutisht, po. Si ka qenë, përsa i përket marrëdhënies në çift, ky 3 vjeçar? Pra, sa ulje ngritje ka patur, sa ndryshime ka patur, ti e the edhe vetë që ardhja e Trojit në jetë ka qenë një surprizë. Ka marrë për qark të buket sa. Po, pse moj, ç'të thash? Ulje ngritje. Po, është normale, besoj. Kam të merr, domethënë sigurisht që nuk do them, okay, gjithçka është e bukur e ande, është e pamundur, okay? Absolutisht. Por, domethënë kur bësh print, nuk e di a ka të bëj mosha ime e re, nuk e di fare, nuk mund ta them dot. Por që sinqerisht është shumë e vështirë. Ka pasur Troji ka ardhur në jetë në moshën, ti ke qenë sa vjeç? 20. 20 vjeç. Po. Okej. Unë akoma po rritem. Domethënë një po rriteni bashkë. Okej. Ndërsa Adisi ka qenë? 24, 25. Bëmi pranë. Okej, po, shumë të rinj të dy. Shumë e vështirë, sinqerisht shumë e vështirë, domethënë sepse nuk kishin përgjegjësi për veten tonë, më për një fëmijë që është përgjegjësi shumë e madhe. Por që e thash edhe më parë, ne jemi munduar, domethënë ta ekuilibrojmë sa më shumë marrëdhënien tonë edhe Trojin. Dhe pse s'ja kemi kaluar deri sot me shumë vështirësi, mund ta them prapë. Vërtet, Por që po ja kalon. Nëse do rendisje vështirësitë më të mëdha të kësaj lidhjeje 3 vjeçare, martese, bashkëtese, edhe mëmësie. Nga do ta filloje? Kush ka qenë gjëja më e vështirë që tani kur e kujton thua si Adola, kur e bëra edhe këtë? Momenti i parë që mora vesh jam shtatzën, ka qenë dramë e para. Kur erdhi Troji në jetë, që duhet kujdesesha për Trojin, është më së normali në kujdes për fëmijën e vet, por që isha totalisht e vetme dhe e kam vojtur knatësisht shumë. Rritja e Trojit për mua ka qenë, nuk e di, shkollë kam përshtypjen, një shkollë shumë e rëndësishme, sepse e thash unë nuk dija të mbaja veten time, isha mësuar goca mamit. Dhe vjen Troji dhe sjell shumë gjëra të reja te unë. Do mbaja Trojin, do kujdesha për veten, për shtëpinë, për shumë gjëra dhe për një moment thash, okay, ku jam? Çfarë po bëj? Çfarë do bëj Adrola? Nuk e di, u mbylla shumë vetë, them drejtën. Po, u mbylla shumë vetë. Unë kam pas shumë vështirë. Jo, unë kam pas shumë vështirë. Dhe tani këtë kohë të fundit disi po e marr veten, po mundom ta kaloj. Por që fillimet kanë qenë shumë vështira. Na falni sepse duhet. Jo, vazhdoni, gjeni videon e radhës. Për fat të keq është një ndër format që të gjithë fëmijët sot përdorin për të ushqimi me telefon, flejm pak me telefon, gjitha me telefon i bëjnë. E gjetët? Po. Kush të ka ndihmuar? The që ka qenë e vështirë dhe her pas here të gjithë kemi nevojë për ndihmën e dikujt, qoftë për të mbajtë gjysore fëmijën derisa të kesh pak kohë për veten tënde apo për një kafe me miq, nëse i ke nuk bëj fjalë për këto gjëra. Jo. Në fillimet e mia s'bëj fjalë, nuk ekzistonte mundësia e tillë.
Po sigurisht kur kam pasur punë, do të thonë që unë kam vazhduar, sa po ka lindur Troj, që kur ishte 2 muaj fillova bëra shumë aktivitete, do të thonë reklama, foto e gjëra, vinte shpesh Adisje me ne, na mbështeste shumë. Pastaj kur Troj u rrit pak që unë e shkëputa dhe nga qumshti, e lash tek gjyshja, ku kisha nevojë për ndihmë. Nuk është se isha totalisht e vetme, por fillimet e mia kanë qenë shumë vështira sepse isha komplet vetëm. Se e pa përgatitur apo jo? Po botë të mëshme, ishte ai fillimi im. Tash se mjaft kemi thënë të mira, të lumtura, e janë. Kush e ka provuar, kam përshtypjen që i di që janë edhe këto netët pa gjumë, janë edhe vështirësi, për më tepër në moshën tënde, një është tani kështu e papritur, e cila erdhi përpara dhe pastaj erdhën martesa, bashkëtesa e të gjitha me radhë. Ndërsa sot si është atë rola si mami? Mami shumë përkushtuar absolutisht, jo fiksuar. Nuk jam fare fiksuar. E para absolutisht që është Troj për mua, do të thonë që se Troj nuk është okej, asu nuk jam okej, nuk bëja asgjë, po mos tjetë Troj i gatshëm. Sot e thyva pak atë rregullin tim, sepse Troj do të ishte më i qetit tani, por që besoj se nuk kam ndonjë peng nga mënyra ime e rritjes me Trojën, nuk e di, ndjem, besoj që e kam dhënë maksimumin tim. Mirë, ne do flasim sërish bashkë për këto detajet e vogla që duken si të parëndësishme, por që në fakt janë shumë të rëndësishme që në momentin e parë që ti s'ke parë asnjëherë një pampers dhe edhe e kthen nga duhet ta vendosësh. Ushqyerja, përgatitja e gatimit për Trojën, ndoshta edhe për ju të dy e të tjera detaje si këto që janë pjesë e jetës së përditshme të një familje. Po do shohim disa foto tani, të cilat na rikthejnë Adrolën që nga Shtatzania e deri Adrola nga Shtatzania. Po ja ti shohim njërë bashkë, rikthejmë ca kujtime. Më ka marrë shumë malli për flokët e Trojit. Për flokët e Trojit e ka? I ka pas shumë bukur. Po pse ja pret? Po sepse djesit e ishtë shumë, sepse ishtë shumë ngrohtë vera. Edhe të ramë që ja prisnin, por që unë jam mërzitur shumë. Ma mërë mëndja se para se të thonë emisionin, unë po i thoja në fakt që Troji i ngjan goxha babit dhe Rola tha jo, vetëm kur i pres flok. Kështu që mbaja të gjata që të thonë të ngjan ty. Ka ngjan mamit. Po flisnim për lodhje, për sakrifica para se të shihnim fotot dhe disa video të shkurtra, por ama kur sheh këto momente, ka më vënd për lodhje dhe sakrificë? Jo. Nuk, unë them, okej, kam pasur sakrifica dhe lodhje pa fund, po buzëqeshja e Trojit jemi përmbys gjitha, absolutisht. Unë shoh që ju jeni dhe pak prindër, po them, të çmendur në thojza, që do thotë shoh Trojin me duar me boj, shoh dhe nga këto knajstit që një fëmijë duhet të shijojë, po jo të gjithë ja lejojnë të kenë këtë lloj forme prindërimi. Në fillim nuk ishim asnjë të tillë, pastaj menduam, okej, ky po rritet, ka do kohën e vet, edhe japim hapësirat e duhura Trojit. Muret në shtëpinë time janë gjithë lapsa, divanet e mia janë me kolora, me plastelina, po rëndësi ka që Troja këtohet, edhe kjo na mbush edhe ne. Kush luan më shumë me të? Kur babai përshtatet më shumë, me thënë drejtën, për pjesën e lojrave,
por që episodët madhe të kohë ka rënë me mua, Troj. Me atë mamin, Troj, mos e bëj këtë! Po, jo shumë shpeç. Dhe si kalon dita juaj? Në këtë pjesën që ju e ndani bashkë, pra? Troj, ka 2 muaj që e kam qëra në Kopësht, edhe disi është shkëputur pak nga mami, dhe pse kemi akoma shumë vështirë. Por dita jemi me Trojnë se ngryhemi mëngjes, ushqejmë Trojnë dhe pastaj fillojmë me lodrat që shtëpia jonë, domethënë për mbyset e tëra. Mami sistemon dhe Trojnë sikur ishte mama i kapi gjitha një për një tokë. Unë jam duke larë vëndin, Troj shkon të kova, unë jam duke fshirë, Troj është pas me duke fshirë. Dhe me thënë, Adrola bën punët e shtëpisë. O e nëzona dhe këtë? E the, sa po të leskën dhe plurat. Ja si bëjmë dhe këta. Po jo regullisht, kur kemi kohë. Shika, thamë që nuk do i themi të gjitha bukur dhe do themi të vërtetën, si që është mëngjesi, i vrullshëm, i zhurmshëm, shtëpia rëmuj, ashtë se kur se ndodhë çdo familje besojtë aty. Edhe është të meshme, sepse kur unë shtëpia është e pasër dhe në rregull s'me vjen asnjë njëri në shtëpi, kur shtëpia është përmbys mos vinë gjithë. Edhe këtë ndodhë përgjithsisht në fakt. O zot them. Je shtëpiakja e zakonshme brenda shtëpisë, pra ti bën vetë të gjitha? Po. Po, duke thënë se ushqimi nuk është ajo që mua më vjen shumë përdorës, po punë tjera i bëj gjitha vetë. Robat në tele gjitha, këtu jam gjithë kohës balkon. Do me thënë, Adrola, përveç se është një ndër vajzat më të bukura që ne krenohemi, është edhe shtëpiakja që i bën të gjitha. I bëj. E pranoj që i bëj, kam vazhduar të bëj nga pasi u bëra mami, se përpara s'ka bërë kurrë punën tënë time. Ti bëj, e? Nisa mamin, isha ra. Ke ndim për këtë? Si më fa? Ke ndim, do me thënë, a di si, ditë bëjnë një gjë përveç se të gatuaj? Gatimi kemi lënë adi, si për të jatë zihemi, kape ti këtë bëj unë atë, kape, mere. Por që, kemi dajtë kësaj pjesës dhe i të shje. Sa herë e gjen veten me telefon në dorë duke kapur momente të ndryshme të fjalëve, të Unë jam gjithmonë në baracja e Trojt dhe të babajt vetë. Vetëm duke kapur ato se çfarë s'bëjnë në shtëpi këta dy. Unë i gjej Trojin, duke mbajtur me Trojin me një dorë, me një këmbë, Adis, iku! Unë jam gjithmonë në baracja në shtëpi. Rrallë herë është babaj që na merr mua dhe na filmon mua dhe Trojin. E shajmë disa nga këto momente të bukura? Shikojmë. I shajmë bashkë. Ka marrë malli. Edhe po habitën. Adroli... Okej, Adroli në shkon. Po se bëjmë rakë në shkon shumë. Dhe e Trojnë, në fakt. Troj me të gjuaturat që në ka mirë. Babi pas ka bërë një punë të mirë së rritje. Konsimi malsor, e tregoj me fakte. Ja, me Trojnë rritemi shumë. Te videa që po më këdiste mua, kam kërë një shpull, nuk e di, më thënë vesh jem, kam marrë një timbje pa parë, por aktojt shumë. Shumë aktive marrë për Trojnë për godet. Kështë është meraku më i madhë që ty të shoqëron gjatë përditshmërisë tënde, në momentin që lini djalin në Kopësht, largohesh për punët e tua? Troj, faktikisht, është nga të fëmijë që mamin e lodhë shumë për të ngrënë. Mami ndonjëherë ka edhe pastaj atë zakonin e dikushën me dhunë. Por që kjo është, domethënë që Troj nuk ushqehet shumë mirë, edhe duhet shumë lodhje për ta ushqyer Trojin. Pastaj disa që Troj është nuk është edhe shumë i urtë, po unë kam merak sepse nëse dikush, për shembull në Kopës, e kam merak se ka fëmijë që domethënë të afron, mbase do të shtyjnë, nuk e di si reagon Troj, edhe këtë pjesë e kam shumë merak. Ke ndejt ndonjëherë aty kështu fshehurat ta shoh? Kam ndjekur se nga Kopshti shikoj me kamera, por prapë them, okej, duhet të isha aty për ta parë dhe për ta mbrojtur se po ta prek një Troj. Se e kuptoj. Ndërsa për pjesën e edukimit të ti, pra thej që je më shumë ti mos. Unë jam shumë mos. Si e keni ndarë këtë pjesën e të mësuarit, sepse fëmija nuk ka nevojë vetëm të argëtohet, apo jo, besoj se kanë filluar pak ato mësimet e para. Troj, kur rinë tek gjyshi dhe tek gjyshja vetë, bën gjithçka. Gjithçka, e kam lënë Trojin 3 ditë tek gjyshja dhe aty, nuk e njihja me Trojin, domethënë, Troj godiste, Troj ças bënte, shkaraviste për mure, ças bënte. Sa kohë më është dash për të ardhur pak në Terezi Troj. Sa ta kohë që të një pa parë, Troj! Po kishtë arë nuk përsa Troj në atë lloj mënyrë, dhe ashtu shumë. Po unë jam ajo pak më egër se gjithë tjere. Ti e kthen sërish dhe mundohem, edhe nuk ka asë më frikë tash. Më ka rafë me një thupër. Troj merr ka hak mirë. Koha më i gjatë që ti ke qëndruar pa të, kur ka qenë? Sa ka qenë? 3 ditë.
Nuk shkëputëm shumë nga Troja. Atëherë ishin shkova, kaloj dhe unë ca ditë në jug, vetëm, edhe mora vendimin shumë fort, se nuk isha bërë kur që t'i ke pa Trojë, po Trojë kështë ndjenjur mirë. Do më thënë, përveç pjesë dhe ashtua shumë, qëndroj mirë. Nuk është e mori shumë malli për mamin. Ashtu i ke thënë ti vetës, do me thënë, që t'i shioje. Ke një shëmbull, her pas here duket sikur, besoj se është normale që të gjithë t'i kthehemi shëmbullit të nënave tona në rritjen apo edukimin e fëmijëve. Ka qenë ajo dhe është një shëmbull të gjithë? Sigurisht, unë atë pyes për gjithçka. Edhe kur Troja është i smur, edhe për ushqimin, edhe për gjithçka, mami, ku je? Qa të bëjsh, më kellon vetëm? Ajo, absolutisht, shembullin asaj ndjek. Mendoj që jam shembulli mirë. Edhe të mos arrisë Trojë në këtë lloj mënyre. Trojë ka filluar fjalët e para, besoj? Pa, themi dhe pak alfabetin anglisht. Në anglisht, ashtu keni filluar, e? Fillojnë nga telefoni, jo së donim ne. Trojë përsëri çdo fjalë që themi ne. Çdo fjalë absolutisht që jo, po shumicën e fjalëve përsërit. Fjala e parë që ka thënë? Mami, babi, daja, nëna. Këto kanë fjalët e para që ne kemi mami absolutisht. Mami. Di që mami. Edhe si kështë thënë babi, s'do pranoni. Po, të dua, të kam xhan, këto format e dashurisë si shpreh? Jo, ndërsa Trojë, unë bëj sikur jam mërzitur, Trojë vjen tek fytyra, vjen vetë duke të përkëdhelur për ta falur, ndërsa unë më them, Trojë, unë mërzita me ty, mami, vjen, kështu vetëm ta afrohem përkëdheli. Pushimet këtë verë i kaluat bashkë të tre? Filluam dolem jashtë Shqipërisë, bashkë në familjen e bashkëshortit, qëndruam atje 10 ditë. Pushimet e para me Trojën, apo? Të këtij viti, po themi. Jo, pushimet e para që morët në verë, sepse vjetë ka qenë shumë i vogël, besoj, nuk di nëse kemi bërë pushime. Edhe vjetë kemi bërë pushime, sërish në familjen e bashkëshortit, ikëm jashtë Shqipërisë, Trojë vdes për Prishtinat, aty raktohet pafund që edhe vjetë e kemi futën në Prishtinën. Pastaj me Trojën shkuam dhe në fshat, nuk është se kemi shëtitur shumë me Trojën këtë vit. Do të thënë një munduar sepse shumë mbape madhe, Trojë ka ato oraret e veta gjumit. Por që mos i prishur rutinën Po, edhe kështu që jemi munduar të mos të ngarkojmë shumë me pushimet. Të mendoni për qetësinë e ti njerë dhe pastaj për qefin e tuaj. Do na vi koha. Kemi të tjera video për të parë në këtë momente me bëmat e Trojët. I ndajmë bashkë. Dhe Trojë pas ka marrëdhënie të mirë me Dajën. Daja është i pari që ka thirrur pas mamit dhe babit. Daja, u lëriste në shtëpi. E pra duket. Ai që ka vendosur dhe emrin, prandaj e mbase. Po mirë. Atëherë keni kafshë në shtëpi, pa qenush të vegjël ata, ë? Jo, ato ishin, kemi quar në fshat edhe thjesht po përshëndeteshim me to dhe Trojë paraktoi pafund atë që i përcollën, se jo, nuk kam nevojë edhe për një kafshë për momentin. Jo, se ka nevojë për kujdes ndër të tjera. Në pak minuta rikthyem disa momente të rëndësishme të këtyre 3 viteve të fundit, pra që nga lidhja, martesa, bashkëtesa, shtatzania dhe ardhja në jetë e Trojë dhe këto vite mëmësie. E kishe menduar kështu jetën tënde? Jo, absolutisht, jo. Gjitha kanë qenë surpriza për mua. Kisha menduar që unë të bësha mami diku nga mosha 30 vjeç. Ose 10 vjetë më herë të bëre. Shumë pak, nuk ka ishte në fare. Shumë surprizë madhe për mua, surprizë fort, por jashtëzakonisht shumë e bukur. Unë Trojë nuk e ndroj me asgjë në botë, kështu që jam shumë e lumtur që e kam. Do bëjë ndonjë gjë ndryshe nëse do ktheheshe disa vite pas në kohë? Pasi kam njohur Trojën se ndryshoja me asgjë në botë. Gjëra tjera mbase për karrierën time, për gjëra tjera dhe mundet, kisha ndryshuar diçka, po duke qenë që unë njoh Trojën, Trojë është më madhe për mua, absolutisht. Është edhe lodhja shumë e madhe për mamin, po është dashuria më e madhe e mamit. Si do duket kur thua mami? Nuk e di. Nuk përgjigjem dot sepse e kam thënë. Nuk e di akoma që jam martuar, nuk e di akoma që jam për mami, nuk di asgjë, thjesht kam një bebi që adhuroj dhe kujdesem për të. Jo, se kur të sheh kështu dhe thua mami. Po mua gjithmonë thon kur marr ndonjëherë që takoj njerëz të keqen gjallë, çka klase je ti? Më thon mua, po kam një bebi më gjallë. Kështu më shikojnë gjithë si vockël. Megjithatë kjo është pozitive sepse kur ti shkosh 30 vjeç, Trojë do jetë 12 vjeç dhe imagjinoj sa shumë do kesh hequr nga kjo, do jetë shok për vërtetë. Trojë është rritur tashmë, besoj se kemi kaluar faset e vështira. Tash thjesht do më dheni pak me edukimin dhe me uljen e nervave të Trojë, sepse janë rritur disi këto kohë.
Kur do të ketë Troj një motor ose një vlla? Pyetje mirë. Si të përgjigjem? Si do përgjigjem të mira, po? Kemi ka plot. Nuk kam filluar të të pyesin, se ne kemi këtë mbas fjesë të parë. Gjithmonë, lëvizje që bëj kur do të vjen motra. Të rritem pak vetë, ju lutem. Kam nevojë të rritem vetë së pari, pastaj do mendojmë për motorën e Trojës të për vllajën. Do kemi ka plot. Andron, faleminderit që ishe këtu në studio. Faleminderit për kohën tënde, për këto emocionet bukura, për këto video personale, për këtë bisedë që është vetëm brenda familjes, edhe janë momente që mbeten të tilla her pas here. Për Trojën që sot i prishëm gjumin. Ë? Çfarë bëj mami? Dhe ndërkohë ke filluar besoj me provat apo jo? Apo s'ka nisur ende? Të uroj suksese në Dancing with the Stars. Faleminderit, akoma s'kemi nisur, së shpejti do nisim. Gati jeti? Jam shumë gati dhe kam shumë dëshirë. Mirë, dhe mirash këtu, sepse do të kemi të tjera momente për të ndarë që nga dancingu, po qoftë... Ka tek vizioni për momentin. Okej, do të kemi këtu her pas here. Faleminderit. Faleminderit jojnë. Troj, tani me vrap me gjumë. Do ikim mama të. Mirë. Ne kemi përfunduar pjesën e parë të këtij transmetimi, do të kthehemi në pjesën e dytë ku do të përqendrohemi në shëndetësi. Qëndroni me ne, të bisede interesante për ta ndarë nga këtu. Kthehemi pas pak.